Përshëndetje këtu nga shefi përpara kryeministrisë. Ju lutem shikojeni çfarë ndodhi sot. Kushtetuta e Republikës Shqipërisë më jep mua drejtën absolute që të shpreh mendimin tim lirshëm pa u kufizuar dhe pa cënuar dikë tjetër. Absolutisht nuk po të ngacmon, nuk po të absolutisht asnjëri që ti të shpresh lirshëm. Po s'do të bëj konflikt, realisht do të bëj konflikt. Ta them me shpirt. Po them dhe unë që kjo është publike dhe Po është ku mund ta vëmë? Po këtu PD-ja ka ngrit çadër, ka bllokuar gjithë bulevardin. Dakor? Po PD-ja këtu ka bllokuar gjithë bulevardin. Si të lutem, pse ata janë një sekond, do ta heqim, po dua dhe të më bindesh se unë jam qytetar i barabartë i kësaj republike. Unë paguaj taksa që më rrok ti. Filme mua. O sa çatu. Kanë donjë, po mama më di Nuk i bëjnë gjile, dilte. Jo më çati kështu valla, çapo. Bravo policia, vini këtu. Bravo! Brenda policisë së shtetit ka segmente banditësh të cilët janë thjesht militant politik dhe të cilët nuk kanë njerëzillokun për të shpjeguar ligjin. Dauka që nuk kanë konceptin e ligjit. Do duan të na ndërpresin ne drejtën tonë për të protestuar, pse? Sepse po shohin që ne po rezistojmë, se e menduan që do ta linin për pak kohë, ta dinë që do jemi këtu me javë. Edi Rama, ti do japësh dorëheqjen, se je kap në flagrancë për vjedhjen e parave të shqiptarëve. Këto pamje tregojnë qartë sikletin e Edi Ramës, të pres çdo ditë në orën 5 përpara kryeministrisë.